Ish deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Gani Geci, është gjobitur nga policia e Kosovës pas një veprimi që bëri të njëjtën para objektit të kuvendit. Geci, i cili kishte dalë në sheshin Ibrahim Rugova për të dhënë deklarata për mediat në kundër përgjigje ndaj ministrit në detyrë të bujqësisë, Faton Peci, u fut në zonën qendrore të Prishtinës me veturën e tij luksoze, një Audi Q8 me ngjyrë të zezë, veprim ky që shkeli rregullat e qarkullimit rrugor në atë pjesë të qytetit. Pamjet e Gecit duke hyrë me veturën në zonën përkombësor u shpërndan gjerësisht në rrjetet sociale dhe ngjallën reagime të ndryshme në publik, edhe pse për gazetarët në vendin e ngjarjes, kjo nuk u konsideruan ndonjë veprim i jashtëzakonshëm. Policia e Kosovës e trajtoi si kundërvajtje të qartë ndaj sinjalistikës rrugore. Geci u ndëshkua menjëherë me gjob administrative, siç konfirmoi edhe zyra për informimin e policisë së Kosovës. Referuar kërkesës huaj për rastin në fjalë më datë 1/5/2025, Njësia e trafikut rrugor në përputhje me dispozitat e kodit rrugor kundër vajtësit për mosrespektimin e sinjalistikës rrugore i ka shqiptuar masën administrative me gjob, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë. Sipas autoriteteve, shkelja u evidentua përmes pamjeve që u shpërndan në rrjetet sociale dhe që dokumentonin qartë hyrjen e tij në shesh me automjet. Arsyeja për daljen e papritur të Gani Gecit para mediave u lidhet me përplasjet e fundit që ai ka pasur me ministrin në detyrë të bujqësisë, Faton Peci, nga partia Guxo. Peci gjatë një deklarate për mediat ndërsa po hynte në kuvend, kishte thënë se Gani Geci u kishte dërguar një mesazh anëtarëve të koalicionit LVV Guxo Alternativa, duke shprehur sipas tij gatishmërinë për bashkëpunim. Kjo deklarate nxiti Gecin të reagojë publikisht. Geci, i njohur për stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe shpeshherë polemik, hodhi poshtë këto pretendime dhe u shpreh se nuk ka kërkuar bashkëpunim me askënd. Faton Peci, më falni se u habita, e kish bën një intervistë, e kish thënë që Gani Geci na ka dërguar një SMS, deklaroi ai me ironi para gazetarëve. Ai sqaroi se mesazhi vetëm që i kishte dërguar Pecit kishte të bënte me çështjen e pronave të uzurpuara në Drenicë. Ai më tej shtoi: "Unë s'jam ai që i çoj dikujt mesazh për bashkëpunim. Ka mendu që guxohesh me LDK-n për ata që nga një apanxhe LVV-s, marksist-leninist." Geci theksoi se nuk do të pranonte të bashkëpunonte me figura që sipas tij janë pjesë e një projekti politik që tenton të marginalizojë LDK-n dhe përfaqësuesit e saj. Në fund të fjalës së tij, ai akuzoi Faton Pecin dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti se po tentojnë të krijojnë përçarje brenda familjes Geci, duke e krahasuar këtë me përpjekjet e strukturave të dikushme të UDB-s dhe të Shikut. Ai tha ndër të tjera se nuk do të lejojë që familja e tij të përdoret për lojra politike. Kjo ngjarje vjen në një kohë tensioni të brendshëm politik dhe përplasjeve mes partive opozitare të pushtetit. Gjesti i Gecit, edhe pse i sankcionuar ligjërisht, u pa gjithashtu si një akt i synuar për të marrë vëmendje publike dhe për të qartësuar pozicionin e tij brenda debatit aktual politik në vend. Deputeti i partisë Guxo në kuadër të lëvizjes vetëvendosje Faton Peci, pak para nisjes së seancës për konstituimin e kuvendit, u shpreh se është përcaktimi i LVV-s që emri Albulena Axhiut të jetë për krye parlamentare. Peci po ashtu dha një mesazh miqësor për Gani Gecin, i cili kishte deklaruar se Glauko Njufca i ka kërkuar votën e vajzës së tij, Marigona Geci, e cila është deputete e LDK-s. "Nuk e di a ka ndodhur telefonata, por sido që të jetë, unë personalisht kam respekt për familjen Geci, në radhë të parë për Bacën Lil, një mesazh miqësor për zotin Geci. Komunikimet që ndodhin edhe me SMS, edhe me thirrje telefonike në politik, nuk është pjekuri politike që të gjitha të shfaqen në media, që unë po ju tregoj, mundeni edhe me pyet zotin Geci, ai ka dërguar ai dikujt nga koalicioni LVV Guxo Alternativa në një SMS ku e ka shpreh simpatin dhe vullnetin e tij që të ketë një partneritet pas procesit zgjedhor, vetëm me i tregu që nuk dilet në publik kur pranon thirrje telefonike", u shpreh Faton Peci. Pak pas kësaj deklarate të Pecit, Gani Geci, ani pse nuk është deputet, është shfaqur në ambientet e jashtme të kuvendit të Kosovës, duke e ironizuar ministrin e bujqësisë, teksa e quan Faton Luci. Sa i përket SMS-ve që përmendi Peci, Geci tha se asnjëherë nuk ka kërkuar bashkëpunim nga askush, teksa tregoi se deputeti të partisë Guxo i kishte dërguar mesazh vetëm për disa prona të cilat mendonte se ishin të uzurpuara në Drenicë. Erdha me ju kallëzu që ata munohen me rajt të smundë. Faton Peci, që me faton? Mirë, fillimisht unë ndëgjova një intervistë Faton Lucit, Faton Peci, falë se u habita. E kishte bënë një intervistë dhe kishte thonë që Gani Geci ju ka dërguar SMS. Fakti është
se unë jam taku me Fadon Pecin në një aeroport Gjermani, në për Gjermani deri në Kosovë. I kemi në rrugë të telefonit, kur ka dalë në një konferencë për shtyp se ai po don me kthy pronat e Ministrisë Bujqësisë, zësisht të Pylltarisë, unë i kam dërgu një SMS atina dhe ja kam dërgu disa pronat të uzurpuara që kam dyshu që janë të uzurpuara në territorin e Drenicës dhe nuk më ka përgjigj, si do që tjetë, unë tentova me këshyra ata SMS-at, pa e këshyra edhe numrin edhe SMS-at edhe ma qëtë që ky numër nuk ekziston. Unë nuk jam maj që i qoj dikuj SMS për bashkëpunim, kur njët. Unë kominu që ata lista ku zë janë me LDK-n, tash përshije që ata janë japonjë e LVV-s dhe japonjë e Marksit Leninit Kosovës, Shiku, edhe Udba, edhe tash Fatën Luce, Albin Kurci, po mënon me përqavllat dhe gjetë, po kjo do t'jetë bërë.